Vazhdojmë të jemi me Liza Gjikën sot në një hapësirë më të zgjeruar për horoskopin edhe padyshim për gjithçka që ju keni në plan për këtë muaj. Ishte një muaj ekuilibrues tham, muaj peshores, se si kombinon peshorja me shenjat e tjera, pozicionimin e planeteve apo numrat tuaj të fatit, apo çfarëdo lloj pikpyetje që keni në lidhje me shenjën tuaj, kombinimin e saj, apo e curim për gjatë muajit tetor, ju presim tani të na telefononi në numrin që shihni në ekran dhe Liza do t'ju japi menjëherë përgjigje pyetjes tuaj. Të ndalemi pak te marrëdhëniet që ka peshorja me shenjat e tjera, me cilët shkon më mirë peshorja? Me trekëndçin e vet, duke marrë parasysh vet peshorja në vetvete, me peshore, me binjakët dhe me ujorin. Mund të shkoj dhe me shenjat e tjera, si mund tjetë për shembull shigjetari që është shenjë zjarit, mund të shkoj shumë bukur me akrepin, por këto duhet jenë në mënyrë harmonike datat. Nëse datat nuk janë harmonike dhe kemi një gjë që na bën në afër, por vetëm harmonia na jep jetë gjatësi në raportet tona. E kuptova. Këtë është ajo që shkon. Tash të presim telefonatat. Përshëndetje, ka mbritur telefonata në studio. Ju dëgjojmë. Përshëndetje. Jam e dashinjës 22 nëntor, 66. Dhe nuk jam e qartë, jam akrep apo jam shigjetar. Jenë ndarje. Jenë ndarje, zonë. Jam lindur nga ora 4:30 mëngjesit. Nuk ta gjej dot hartën tani për momentin, se nuk e kemi me vete, por do t'jap karakteristikat e numrit tënd. Ti je në ndarje të shenjave të tua, ke edhe andej, edhe andej. Kështu që do të bënte mirë të ishe marrë me biznese më tepër, do kishe aftësi të jashtëzakonshme. Je shumë e fortë në këtë rast. Je e fortë dhe fizikisht, nuk them që nuk je e fortë fizikisht, se ke në numrin 11, të gjitha personat që kanë 11 që janë të akrepi më tepër, janë shumë të fortë fizikisht, ndaj dhe këta merren gjithnjë me sporte, edhe pak më të rënda. Po të zgjedh dhe numrin e fundit, këtu kemi një 4 që drejton familjen, e do fort familjen, bërë copa për të bën më tepër se ç'duhet. 6, 6 e 6, 12, 3, 3 dhe 6, 9, e një 10. Ky vit që do të vi, do të jetë viti më i bukur për ty. Qoftë nga shëndeti, qoftë edhe nga ekonomia. Sa i doli numri 10? 10, kështu e nxorë. Për 2026, okej. Viti që del me këtë rezultat nga mbledhja e numrave të datëlindjes. Viti që vjen do të jetë shumë i mirë. Tu kemi të bëjmë me një njësh edhe me këtë zero. Zeroa përfaqëson shibanin, tërsinë, jep dhe materjen, je shumë e lidhur me këtë gjë. Të ecën dora, të ngjit paraja, çfarë të them. Ke forcë shumë të madhe. Dhe mëson dhe familjen pak keq, domethënë me lekët që ti merr, e kupton? Toleron më shumë se ç'duhet. Këte i thua, nuk t'i jap, edhe këte i lëshohesh. Je më e lëshuar. Kemi të tjetër telefonat, i mirëpresim të gjitha, sepse në minutazhin që kemi në dispozicion, të japim mundësi të gjithëve për të marrë shpjegimin e tyre. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje, ju dëgjojmë. Si kaluat? Faleminderit. Doja pak për 18, 12, 1990. Tani më thuaj femër apo mashkull? Mashkull. A pra, cilësojeni pak to. Po, s'ka rëndësi. 1980? Dua të di diçka për jetën? Ju lutem edhe njërë? 90. 90. 18, 12. E mora vesh, faleminderit. 1990. Është element që i pëlqen, është element që e pra e mora vesh të do. Do aspektin ku do të fokusohesh. Ku do të fokusohet, Liza? U shkëput? Te jeta e ti që të të atme për martes, për ekonomi, për gjithë shka. Okej, e dëgjojmë. Ky fëmijë është mësuar pak me benefite, më të kollajshme, se sa ti nxjerri vetë. Është aktiv, tregohet që është pak nervoz më tepër se ç'duhet. Lidhjet nuk i mban shumë të gjata. Atëre, po, mosha. Është në eksplorim e sipër. Këtu kemi 3, e 4. I ndan shpejt lidhjet dhe unë them që do martohet pak me vonesë nëse do ti familjen.
dhe martohet me vonesë, i duhet akoma e suri, të eci, të eksploroj. Ana ekonomike ka qenë mirë që është e drejta, por dhe kjo me hope, sepse ka pasur benefite nga të tjerët. Ka atë zeron që i prish pak punë dhe ngatëron në veprimet e veta, është aktiv për të qenë, është shumë i dhënë basë shoqërisë. Po. Futim të tjera telefonata në studion tonë, përshëndetje, nëse i kemi i mirëpresim se jo, të interesuar për fëmijët, për numrin e fatit, ka për më shumë telefonata, ju mirëpresim, mirë se erdhët. Po, për çfarë? Për fëmijët. Mirë se gjetëm. Mirë se erdhët. U kam do të pyes për një datë rindje. Po. Mirë se u gjetëm. Unë do të pyes për një datë rindje. Të 21 marsit, të vitit 2007, 97. Edhe të orës mbas orës 1 të natës. Mos më zito, të lutem. Viti dhe njerë? Viti 97. 97. Viti ka qenë 97. Po. Okej. Data ka qenë 21 mars. E mora. Po. Ora? 21 mars, mbas orës 1 e natës. Okej. 6. Le ta përcaktojmë këtë numër që del nga ditëlindja që ju 14. Ky vit do të jetë një vit shumë i bukur për të, një vit shumë i mbar, nuk e di me çfarë merret zotria, çfarë është djalë apo vajzë, nuk na i cilësoni, mund të na i thoni këto gjëra. Djalë. Okej. Ndoshta ka qenë pak i ndërlikuar, i ngatëruar, ndoshta i rrëmbyer edhe në shoqërinë e vet, me pak ngatëresa, se kemi të bëjmë me 2 numra të cilat e bëjnë këtë njeri shumë të vrullshëm, shumë aktiv dhe të papërmbajtshëm dhe kur janë të meshkujt janë pak më të rrezikshme. Po kemi një numër që është pesa në fund, që i jep një prioritet ose një shlirim, ose një lirim, ose një diçka nga ajo që ai ka vojt pak më përpara. Kështu që kemi mirësira. Ky vit do të ndihmoj shumë. Edhe për numrin që ka. Po, edhe për numrin që ka. Patjetër, 5 është ajo, që e bën që ta ndihmoj shumë, sepse është i favorizuar për vitin. E kupton? Pikërisht. Tjetër telefonat për një datë, për një kombinim, mund të zgjerohet edhe në fusha të tjera astrologjike kjo hapësirë. Përshëndetje. Përshëndetje. Kë kemi në linjë? Përshëndetje, se kalove. Mirë, faleminderit. Pyetja juaj, ose kërkesa juaj. Mund të jap 2 data apo 1? Po më jep njërë. Pastaj më vëra me tjetrën. Veç e veç. 23. 23 shkurt 94. 23 shkurt 94. Çfarë është, femër mashkull? Djalë. Me sa të bëj gati llogarit Liza Besa shof mamat marrin për fëmijët e tyre, djem kryesisht. Tani unë duhet të them diçka që është e drejta dhe ka shumë gjëra që ju si njëni të fëmijët tuaj. Më tepër e një shoqëria. Dhe çfarëdo që të them unë, ti edhe mund ta pranosh një gjë, edhe mund mos ta pranosh. Megjithatë di të them që është një fëmijë shumë i suksesshëm, por i duhesh një drejtim i jashtëzakonshëm. Është shumë i bindur, shumë i besuar, po në shoqëri, në familje jo. Futemi te numri 7, 8, prap 3. Tu kemi të bëjmë me një individ tepër të rrëmbyer, tepër nervoz dhe shumë i dhënë bas shoqërisë vet. Numri 3 nuk e ndihmon tani, po e ndihmon pesa që ka përpara. E ndihmon për diçka të tim për të bërë. Unë do doja çik pak më zgjerim për individin, sesa duke thënë vetëm numrat. Qose një mama mund ta njohë fëmijën pa kaluar adoleshenta. Kaloi adoleshenta dhe me tutje se një fare. Themi nëna vet dhe i dim shumë mirë veprimet e këtyre. Si e thotë? Sa fëmijë ke Liza? 2. 2 fëmijë, i ke të rritur. Edhe një nip që është adoleshent tani, që ka ndryshuar totalisht. Po jo e drejta, mam, se fëmijët Nuk e njeh më, një shoqëria fëmijë. Puna bëhet deri në adoleshencë, të kaloj këtë fazën e adoleshencës fëmija. Pastaj nuk e njeh fare, mbajnë të fshehta, janë të errët, nuk flasin. Si do e kuptojnë nëna? E çuditshme, të gjitha telefonatat janë për këto data të fëmijëve të moshës të gjeneratës Z, i themi neve.
Këto kërkesa dhe pyetje kanë. Telefonuesja është në linjë, do dhe numrin tjetër? Sepse ka datëlindjen probleme, tjetër? ka probleme. Po. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, Po, përshëndetje, ju dëgjojmë. Po, ju dëgjojmë, jeni drejt për së drejti në studion tonë. Do pyetje për vajzën në lidhje me shkollën. Po, Me punën. cila është datëlindja, vajza? 29 mars 2007. 29 mars ta? Mars Po, mars 2007. 2007. Në lidhje me shkollën. Atëre, Në të lidhje me gjitha shkollën. datat 29 të çdo muaji, qofshin femra, qofshin meshkuj, kanë kaluar peripecira pak më të mëdha se të tjerët, por janë shumë të ndihmuar nga fati, sepse janë tipa të rrëmbyer dhe eksplorojnë më shpejt se ç'duhet. Kështu që kemi një njeri tepër sentimental, më kupton? I do shumë mësimet, nuk e di nëse merret me sporte do t'i bënte shumë mirë, nuk e di ku është. Atëherë kemi të bëjmë me 11-ën, 5, edhe 2, 7, 7, 7, 14, 5, dhe ky do të jetë një vit shumë i mbarë për të. Në qoftë se jep drejtim, do shkëlqejnë për mua. Presim të tjera telefonata, se më thonë se është full me telefonata linja jonë, kështu që Doja shpejt e të shpejt bësh futim tjetër në telefonat. telefonatat, po bëjnë mamarat. Po, mamat për fëmijët e çuditshme. Po do të bënin për pjesën sentimentale. Se si Pra do të ven. pyesin. Se si do ven. Alo, përshëndetje. Alo, Përshëndetje. përshëndetje. Ju dëgjojmë? Dua të flas me linjën. Po, ju dëgjojmë, Zezeli. jemi në studio, drejt për së drejti. Telefonata tuaja vinë direkt tu tek ne. Data, Pyetja juaj. dua të pyes për fëmin data 27 korrik 1996. 27 korrik. 1990 E 6. e 6. Pra Liza po bën llogaritjet e 9. numrit tuaj të fatit të kësaj datëlindje. Atëherë, 77-14, janë pra pesa. Nuk e shikoj diçka të keqja. Fillimet e këtija janë të mësuar, fillimet e këtij janë të mësuar pa keq. E kupton, ose të spumuara, të fryra, me benefite, jep, mos ja prish qefi, mos e bëj. Nuk e ka lënë të ndërtohet. Në një moment të caktuar, këta janë elementa që ndërtohen shumë shpejt. Dhe numri që ka, po shikoj tani, cilat numrat janë më të goditës, është pesa. Ndjen pas sigurira. Atëre pesa duhet të shkëlqej dhe shkëlqen si vjet. Dhe aq më tepër personat që e kam në fund të datëlindjes. Këta janë më të prirur për të shkëlqyer, për të arritur qëllimet e tyre. Kështu që nuk shikoj pengesa për këtë njeri. Shikoj që do eci dhe më shumë pas sigurinë e ndjejt e ju zonjë. Si nën. Si nën. Tjetër telefonat, përshëndetje. Direkt numrin ose pyetjen që keni në lidhje me astrologji, numerologjin, shenjën e fatit. Përshëndetje. Kemi dikën në linjë? Ju dëgjojmë që t'i lëm hapësirë dhe kohë të gjithë telefonatave. Përshëndetje, zonjë. Dua të pyes për vajzën të ditëlindjes. 8 nëntor 1996. Në që ditëshme të Për gjitha të jetën e saj, gjeneratës, si do po. jetë, edhe për punën. Atëre, personi që është me 8 ka pasur disa probleme në punë. Ose disa thasheteme, ose disa grindje të vogla, ose e cenuar në disa gjëra, sepse është një numër 8 që mbledh informacione, e cila është e ngacmuar për këtë periudhë që është e drejta. Por themi që do e ka përcej këtë, ja të shikojmë fundin si e ka, qa numri i del në fund, 8-2-10-1, 6-1-7, është 7. Nuk e di nëse do qëndrojnë atë punë, ose është në kërkim të një punë tjetër. Do t'i bënte mirë udhtimet shumë, punët t'i kishin të bënin me udhtime, me lëvizje, me qarkullime, se sa të rinë në një vend. E kupton se është pak disharmonike me veten. Ka 8 përpara dhe 7 mbrapa. Kjo asnjëherë nuk kënaqet me disa gjëra. Tjetër telefonat? Të gjitha për datat e lindjeve. Nuk të pëlqen? Çfarë do doje të telefononin më shumë? Lidhjet. Për lidhjet. Përshëndetje. Telefonata e radhës, ju pyesni për? Alo, Përshëndetje. përshëndetje. Ju dëgjojmë. Kam çunin,
dua të pyes për sumin 3 nëntor 92, 1992. E ke shumë të vështirë të djalë, zonjë. Pse moj? Të vësh veshën janë të 11-tat. Si që thamë, të numrat 11 tani dhe aqë më te për treshat, dhe sot është data 30 për shumë, do t'ingëllojnë këta numra. Jo rastësi janë të gjitha këto. Po. Këta numra janë qik aktiv. Edhe kjo periudi bën pak aktiv. Edhe kur jemi në periudën e peshores, kërkojnë më shumë stabilitet. Unë të doja të ishte vetë individi se sa mamaja. Se një mama, thashe pak më parë, nuk e njeh fëmijën e vetë. Shikon një fasadë të tij, një përgjigje negative dhe ajo shqetësohet që merr në telefon, vetëm për këtë gjë, për të ditur për më tej. Atëherë kemi 3-2-5, 5-2-7-1-8. Është 8, duhet të ketë pak kujdes me ligjet. Nëse është djalë. Qartë. Po. Të tjera telefonata jemi në minutat e fundit. Nuk interesohet njëri për veten, tani vetëm për fëmijët po marrin telefonueset. Përshëndetje. Ka drejtën e vet. Po. Nuk e njohin. Ndoshta edhe nuk e din që nënat e tyre po telefonojnë për ditëlindjen e tyre. Telefonata po, e mbyllim, përshëndetje. Po. Përshëndetje. 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 Bëni pyetjen tuaj. Përshëndetje. Na thoni për çfarë interesoheni? Po. Dua të po intereson për djalin. Është datëlindja 90-a, 16 korrik 1990. Të lutem, edhe njerë? 16 korrik? 16 korrik, po. 1990. 16 korrik 1990. Po. 14, 5. Djalë. Mora vesh. Atëherë, nuk e di nëse është këtu apo është larg. Unë e shikoj që është larg, nuk është këtu, ose nëse nuk ka ikur, priti se do t'iki. Një njeri pak me hope, me ca problematika t'i sjell vetë njeriu, individi, numri t'i, thellë është njeri shumë pozitiv, por nga që janë të rëmbyer me shoqërie, me njërën e me tjetrën, bëjnë edhe gafa, po si bëri tani nuk ka si ndreq më mbrapa. Ka disa problematika të vogla, do t'i bëni mirë të udhtime, do t'a shlironi nga energjit negative, ose ndryshimi pozicionit në shoqërinë e vetë. Po. E dëgjuat zonjë, besoj. Ne këtu e kemi përfunduar, mbaroi hapësira, Liza do t'jetë sërish në një moment tjetër, sidomos kur flitet për muajin nëntor, që ka të tjera sfida, dhe padyshim do t'i lëmë hapësirën telefonuesve që nuk arritën dot të komunikojnë me Lizën sot. Faleminderit shumë e dashur. Të uroj një javë të bukur, do të shihemi sërish shumë faleminderit. Javën tjetër. Atëherë doja të shtoja diçka për mamat që dëgjojnë. Mamat thash dhe njerë që flasin për fëmijët e tyre, por nuk i njohin, që të mësojnë në një sekret vogël. Do doja më tepër të ndihmoja të shiftet në lidhjet e tyre, se si mund të shkojnë e nuk mund të shkojnë, që të zbulojmë diçka të re, se si mund të funksionojë një gjë. Se sa duke mësuar këto gjërat, apo enigmat e mamave, për të mësuar për fëmijët e tyre. Edhe nëse ka diçka të keqe, do të keni parasysh, unë nuk do ta them. Nuk do ta thuash. Jo. Lëndohen në natë. Lëndohen në natë. Faleminderit Liza, të uroj javë të mbarë. Faleminderit dhe juve. Ne do të shihemi javën tjetër sërish me Liza Gjikën, ndërkohë me Reze Dielli do të takohemi nesër. Ju pres, kalofshi një ditë të bukur.